Në zonën e Ragamit e zhvilloi takimin për mbylljes njësinë Gurizi, kandidatja për deputet e PD-n Qarkun Shkodër Matilda Matia. Teksa u prit nga banorët e zonës, Matia tha se ka ardhur momenti që të bashkohemi dhe t'i themi stop shkatërrimit që po i bëhet Shkodrës dhe Shqipërisë. Ajo u ndal tek fenomeni i emigrimit, ku theksoi se të rinjt po largohen dhe shumë shtëpi kanë mbetur bosh. Unë di me thonë që ka ardhur momenti që ne të tonë të çona, ne të tonë të bashkona, e ne të tonë t'i thojmë boll, stop. Ka marru e duhet marrojnë. Ky shkatrim që po i bëhet Shqipënisë, po i bëhet Shkodrës, po mbi tonave, po na bëhet ne edhe të ardhmes tonë. Po shohim që të rit, kryesisht, po jo vetëm të rit, kanë sa shtëpia, ju e dini shumë më mirë se unë, sa shtëpia kanë me të bosh sot. Sa shtëpia janë me pensionista. Janë vetëm 2 pensionista që jetojnë vetëm, e s'kan asnjë lloj mbështetje për askujt. Fatkeqësia mua e madhe që unë kam dëgjuar këto kohë, në për bisedat e shumta që kam pas me njerëz, ka qenë për pensionistave, them drejtën. Sa në shtresat e popullsisë në Shqipëni janë shumë të prekuna prej kësaj qeverisje, por unë mendoj që pjesa më emocionale edhe më e vështirë për ne mu ka përdi është pensionistat të cilët jetojnë vetëm. Një zotëri një herë tha të lutem, tha nëse ti arrin me dalë deputete, e nëse Partia Demokratike arrin me fitu, ti jep një rëndësi të veçantë atyre njerëzve që sot kanë mbet vetëm, e ndoshta trupi i tyre mas vdekjes i mbet edhe me javë aty sepse nuk ka kush i shkon. E nuk ka gjë më trisht se kjo. Ata njerëz që kanë investuar tonë jetën, kanë kontribuar tonë jetën për zhvillimin e shoqërisë tonë, për zhvillimin edhe të Ragamit, edhe të Gurizi, edhe të Shkodrës e tonë Shqipërisë, mos me pas një njeri afër vetit në ditën e tyre të fundit të jetës, nuk ka fatkeqësi më të madhe për një kom. Kështu që kjo është thirrja jeme më sinqert për ju sot. Përveç jush që jeni këtu, përveç jush që keni ardhur, që për mua nuk ka vlerësim e merr më të madh se sa kjo që keni bë, secili për jush ta çoj fjalën edhe te ata njerëz që ndoshta nuk dojnë me votu, se janë të shumtë ata njerëz që janë zhgënjur. Por një fjalë mund të bëjë diferencë. Një fjalë mund të çojë një person me votu. Banorët bën thirrje për të mbështetur Partinë Demokratike në zgjedhjet e 1 majit. Është një vetë, sa pak kena mirë, na kanë ikë fëmija, për ça, sepse është një qeveri, ma mje me thonë, kështu e shumë, pro-serbe, jo shqiptare. Anti-shqiptare, ti bëjmë thirrje çdo afrit tonë, kena mundësi me bashku njerëzit, që mos të lëshojmë Partinë Demokratike, djathtën, se si tha, a ka ndodhur ndonjëherë që deputeti më uroj deputetin? Jo, nuk, se jena djathtë, kena vlera, na nuk i trajtojmë partë tonë, edhe s'do të me trajtojmë, do të jetojmë. Gjithashtu banorët shprehin mbështetjen e tyre për kandidaten Matilda Matia.